Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah. Allahu na falenderojmë, vazhdojmë me hadithin e radhës. Hadithin e sotëm, edhe hadithet e radhës, inshallah, ishinon Bukhariu, rahimahullah, për arsye se do të bëjmë në vazhdim një përzgjedhje nga koleksioni i Bukhariut, hadithe që përshtaten me këtë takim tonin edhe për nga koha dhe për nga gjatësia. Hadithin e sotëm e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anh, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sittuna shu'bah wal haya'u min al iman. Hadith me dy fjali të shkurta dhe domethënëse, thot imani është 60 e sa degëzime, ndërsa një nga ato degëzime është edhe turpi, çtu përfundon hadithi shkurtimisht. E keni dëgjuar edhe versionin tjetër ose hadithin tjetër që përmendën 70 e sa degëzime, përmendet më e larta fjala la ilaha illallah, më e ulta largimi një pengese nga rruga. Mirë po ky hadithi i sotëm, pra, imani është 60 e sa deg dhe turpi është një prej degëve të imanit, është hadith i mëvetësishëm. Degëzimi i veprave, bindjeve, qëndrimeve, sjelljeve, të cilat e përbajnë imanin si tansi, jep me kuptu se fjalët, bindjet edhe veprat konkrete janë ajo tansia e tërësishme, e cila e përban imanin. Imani nuk është veç pretendim, imani nuk është veç fjalë, imani nuk është veç me besu në ekzistencën e Zotit, nëse themi se dikush mundet edhe me besu kësaj, por imani është tansia të gjitha këtyne. Edhe me besu, edhe me vepru, edhe me u sjell, edhe realisht prej tërësisë së citateve të ndryshme, qofshin ato ajete kuranore apo hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kuptojmë se imani do të me pas manifestim edhe refleksion në tan jetën njerëzore. Dhe në bazë të asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani i ka degëzimet e veta, që në këtë hadith janë 60 e disa. Shprehja bid'un wa sittuna, në gjuhën arabe gjithsesi ta keni parasysh, sidomos numrat dyshifror e ma tepër, te numrat dyshifror mas pari përmendën nishet masane 10. Bid'un disa wa sittuna, disa e 60 deg. E kjo bid'un disa, simbas kuptimeve të gjuhës arabe, nuk e ka qëllimin 1 edhe 2, po e ka qëllimin prej 3 deri në 9. Munën me konë 63 deg, munën 64, 65 deri në 69. Po simbas hadithit tjetër 70 e disa, munën me konë për 73 deri në 79, fundja pak ka rëndësi sa saktësisht janë ato, po e që ka rëndësi të kuptojmë prej këtij hadithi është se ato degëzime megjithatë ekzistojnë. Gjithashtu do të me e kuptu se edhe degëzimet nuk janë të gjitha të njëjtës peshë edhe rëndësi, sepse duke ju referu hadithit tjetër, më e larta është fjala la ilaha illallah, ndërsa më e ulta është të largosh një pengesë nga rruga, e kuptojmë se nuk janë të gjitha degëzimet e imanit, madje nuk janë të gjitha manifestimet e tij të njëjtës peshë vlerë edhe rëndësi. Ka prej dietarëve që duke u bazuar në këto hadithe edhe në hadithe tjera gjithsesi që flasin për detajet e islamit, për detajet e imanit e kështu me radhë, kanë përmend disa madje janë munduar dhe me i pru me numër. Për shembull, degëzimet që kanë të bëjnë me bindjen, me atë pjesën e brendshme të imanit,
e që e përmendin besimin në ekzistencën e Allahut, besimin në sifatet dhe atributet e tij. Pastaj në ato pjesë tjera që janë pjesë përbamëse të imanit, sikurse është besimin në melaqe, në libra e kështu me radhë, edhe në secilën prej tyre kanë përmend, për shembull, kjo i ka 13 deg, pastaj kanë përmend deg të ibadetit, pastaj kanë përmend deg të mirësjelljes e kështu me radhë, po në të gjitha këto ne thjesht prapa edhe pa ngarku vetën për me i majt në mend me numra, realisht do të dojmë e kap mesazhin e kësaj 60 disa, që është realisht me kuptu se imani ka aq degëzime sa që ndoshta nuk lë fush të jetës njerëzore pa prek, edhe pa e pas ndonjë manifestim aty. E dim prej asaj që ka njohim rreth islamit, pra e dim të gjithë ne së bashku, prej asaj që ka kemi lexuar, prej asaj që ka kemi dëgjuar, prej asaj që në vazhdimsi përpiqemi me u pajis me njohuri rreth islamit, e dim pra se besimtari në secilin hap, në secilin paraqitje, në secilin veprim, në secilin sjellje, po paraprakisht edhe në ato bindjet e veta të mbrëmshme edhe të jashtme, për arsye se kemi, sidomos në një kuptim të ngushtë të mësimeve të islamit, i kemi ato që quhen veprat të brendshme, veprat të jashtme, në të gjitha këto pra besimtari reflekton. Edhe në të gjitha këto besimtari ka identitet i cili e te I kalon deklaratën. Pra, me të pyet dikush çka je ti, i thonë jam musliman, mundesh me thonë unë jam besimtar. Mirë po, edhe para se me thonë, edhe pasi që të themi, në çdo hap, edhe në çdo sjellje, edhe në çdo qëndrim, edhe në çdo marrëdhënie me njerëzit, paraprakisht edhe në marrëdhëniet me Zotin, besimtari e dëshmon se është besimtar. Pra, ato degëzime janë të shumta, sikurse i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ajo fjalia e dytë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe turpi është një prej degëve të imanit. Nuk është përmend turpi, marrja, el haja si virtyt, nuk është përmend as si më I rëndësishëm, as si më I madhi, as si më I larti, po edhe thjesht nuk është përmend pa e pas një mesazh, për arsye se virtytet e besimtarit që realisht janë pjesë e imanit të tij, ato janë të shumta, nuk është vetëm turpi. Por dietarët thonë se turpi është veçuar prej të gjithave, për arsye se e ka një lidhje direkte dhe indirekte me çdo gjë pastaj që njeriu vepron, me çdo qëndrim që njeriu e merr, me çdo fjalë të cilën njeriu e flet, për arsye se turpi simbas këtyre mësimeve edhe udhëzimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ai mekanizmi I brendshëm që njeriu e mban nën kontroll, nuk e lën me bë gjëra të këqija, edhe e orienton ka gjërat e mira. Pra marrja është ajo e cila besimtarin e udhëzon ka hemara edhe e pengon prej të mrapshtas. Turpi, në radhë të parë është turpi prej Allahut fuqiplot, edhe si tjetë ky virtyt evident, atëherë njeriu nuk ka pse turprohet prej tjerëve. Në hadith ka ardhur istahju min Allahi haqqa al-haya, turprohuni prej Allahut ashtu qysh duhet. Edhe pastaj ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ky turprim e përfshin edhe mendjen, e përfshin edhe barkun, atë pjesën fizike, pra me çka po ushqehet njeriu. E përfshin edhe gjuhën, çka po flet, I përfshin edhe gjymtyrët, çka po vepron, edhe në këtë formë njeriu I cili mekanizëm të vetë kontrollit e ka virtytin e turpshmërisë, atë që ndoshta egoja e tij do ta tërheqte ka ndonjë gjë e cila nuk ban, ka ndonjë gjë e cila nuk është e mirë. Mirë po, kjo pjesa tjetër se I vjen marrë prej Zotit, e mban
edhe nuk e lën me shku anej ka e tërheq egoja, ka e tërheq nefsi, edhe për këtë arsye pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si duket e ka nënvizu se turpi është një prej degëzimeve të imanit. Ka ajete, ka hadithe që flasin për këtë temë. Allah i madhruar i përmend me përçmim edhe me çortim ata të cilët po e zon turprohen prej njerëzve, nuk turprohen prej Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme, thash baza e të gjithave është njeriu të turprohet prej Allahut, posaçërisht duke e pas parasysh se Allahu na sheh, na dëgjon edhe e di në hollësi se çka bën dhe jo vetëm, por e dëgjon edhe çka flet, po edhe çka mendon secili prej neve. Edhe thash duke e pas parasysh se Allahu i di të gjitha, ndërsa krijesat nuk i dinë të gjitha çka bëjmë edhe çka mendojmë na. Gjithsesi, e turpi do të jetë i lidhur me Allahun fuqiplot edhe të kemi kujdes nga vëzhgimi dhe mbikëqyrja e të gjithdijshme. Përderisa vëzhgimi dhe mbikëqyrja e njerëzve është e kufizuar, e ata që turprohen ose friksohen ose thjesht nuk ndihen komod nga vëzhgimi dhe mbikëqyrja e njerëzve, ata edhe turpin e kanë më të kufizuar, po edhe mirësinë e kanë më të kufizuar. Dhe të këtillët mundën me pas si me thonë, një karakter i cili për njerëzve turprohet, mirë po kur është në vetmi, nuk është ai i njëjti qysh paraqitet në publik. Dhe për këtë arsye, thash Allahu i madhruar i çorton ata njerëz të cilët turprohen prej njerëzve e nuk turprohen prej Allahut. Dhe si rrjedhoi e kësaj, njerëzit kanë thonë, ndoshta do të ishte shumë e rëndësishme çto me majtë në mend. Kanë thonë, mos e konsidero Allahun si më të parëndësishmin prej gjithë atyre që të shohin çka po bën. Për shembull, të sheh familjari, prindi, evladi, shoku, kojshia, miku, dashamiri, xhamati i xhamis, të shohin edhe ti e ruhesh, thua ja se më shohin, s'ka kuptim. Po mirë, Allahu të sheh, edhe këta të shohin. Allahu të sheh çysh i takon Allahut me të pa, këta të shohin çështë të çysh i kanë aftësitë për me të pa. Allahu di çysh je, edhe njerëzit dinë në mënyrë të kufizuar çysh je. A ka logjikë edhe a është etike që njeriu Allahun më e konsideru, se kom gajle që Allahu po më sheh, njerëzit mos të më shohin. Atëherë këtu diçka nuk është në rregull. Andaj kanë thonë, mos e konsidero Allahun si më të parëndësishmin e të gjithë atyne që të shohin. Si rrjedhoi e kësaj, do të me thonë se turpi i cili e bën njeriu, e bën besimtarin në këtë rast, të turprohet prej Allahut fuqiplot, është më efikasi, më i mirë edhe kur ai është evident, kur ai është prezent, atëherë besimtari padyshim bëhet shumë i mirë. I përkrym edhe i pagabum nuk bëhet, se me laçe s'munët me u bë, mirë po gjithnjë anon ka e mira, gjithnjë e synon më të mirën, edhe si rrjedhoi bëhet shumë i mirë. Allah i madhruar ju rujt, wa sallallahu ala nabiyina Muhammedin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.